kur pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam u ngjit në natën e Mi'rajit, e që shoqëronte Xhibril Emini deri në një vend. Ishte i shoqëruar nga Xhibril Emini, por më vonë Xhibraili u ndale pejgamberi alayhi salam vazhdoi rrugën të takohet me Zotin e madhruar, e kur e largua nga Xhibrili, i cili ishte një krijesë madhështore që sipas haditheve të pejgamberit alayhi salam, Xhibrail Emini posedon 600 krah, dhe sa herë që i lëviz krahët e tij rrjedhin diamanta dhe perla të çmuara. E në këtë situatë dhe në këtë gjendje, pejgamberi alayhi salam e pa Xhibrail Eminin si një shpend i lagur nga frika për Zotin të madhruar. Nëse kjo krijesë madhështore i nderuar i vëlla e përjeton për uljen, nevojën ndaj Allahu xhaleshanu, frikën ndaj Allahu xhaleshanu, atër çfarë mbet për mua edhe ti, qarshi Allahu xhaleshanu, që mos jemi të nënshtruar ndaj madhështisë së Zotit të madhruar. Sa herë e ke falendëruar Zotin xhaleshanu që je i udhëzuar në rrugën e drejtë, nga se ki hidajet është nga të madhit Allah. Sa herë i nderuar i vëlla ke bashkë biseduar me Zotin e madhruar duke ja qajtur hallet Allahu xhaleshanu. Nga se Zoti këtë ibadet tepër e don. Ashtu siç dëshiron që qajsh hallet një shoku, një dashamiri, Zoti xhaleshanu dëshiron që edhe ati të qajsh hallet dhe dertin që e ke, nga se në këto raste Zoti xhaleshanu e sheh zemrën tënde të thirr dhe të drejtuar ke krijuesi i pra ke Allahu xhaleshanu.